Allahu subhanahu wa taala fton besimtarët që të tregohen të përullur ndaj Allahut. Të përullur kush janë? Janë ata të cilët kur përmendet Allahu ju rënqethen zemrat. Do me bon diçka. Dush me këshirë Allahu është razima atë fund. Gati çdo ditë në jetët tona ndodhemi përpara kësaj dileme. A me bëhet, a mos me bëhet. Was-sabirina ala ma asabahum. Dhe ata të cilët bëjnë sabër kur i godet diçka. Që ndodh një vdekje, ndodh një humbje, ndodh një fatkeqësi, ndodh një mërzi. E besimtari që i nënshtrohet Zotit, i pranon ato që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala me nënshtrim të plotë. Dhe ata të cilët e falin në formë të plot namazin. E nuk ka punë që mas shumti është kujdesi më i madh për me shpëtu veten se sa falja e namazit në mënyrë të plotë. Dhe e katërta, dhe nga ajo që i kemi furnizu, thot Allahu subhanahu ta japim. Muslimani egoist nuk e plotson kushtin për me qenë i përullur ndaj Zotit. Njeri i cili është dorë shtrënguar. Besimtari edhe vetë i vërtet i përullur ndaj Allahut, edhe vetë ndonjëherë le keq për mi u ndihmu të tjerë. Kjo është domethënë ajo që e kërkon imani i vërtet.